sfidën gjithmonë që kemi pas me vetëvendosjen, është që ne nuk shohim sy me sy për asnjë çështje kritike vitale në shërbim të qytetarëve tonë dhe të Republikës Kosovës. Dhe problemi me pamundësinë për të bashkëpunuar me vetëvendosjen ka të bëjë që ne nuk pajtohemi në asnjë pikë se si duhet të shërbejmë Republikës Kosovës, sigurisë kombëtare, mbrojtjes qytetarëve, mos flasim që edhe ideologjikisht nuk pajtohemi. Kështu që kjo nuk ka të bëjë me ndonjë vit të kuqe të cilën nuk dojmë ta lëvizim, ka të bëjë me mos pajtueshmëri në formën se si ki parasysh që nëse krijon koalicion me dikën, duhesh me konë gjendje me pajtu bile për diçka, edhe me konë gjendje me bashkëqeverisë, edhe me konë gjendje me përformu për qytetar. Kjo është tregu për gjatë viteve e pamundur me një lëvizje e cila deri tani çdo hap që e ka ndërmarr ka shku në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe në dëm të sigurisë kombëtare, në dëm të zhvillimit ekonomik, në dëm të pozicionimit të Kosovës karshi arenës ndërkombëtare dhe për herë të parë në historinë tonë, vendit tonë të ri, Kosova është në pozitë të disfavorshme karshi Serbisë, duke e di çka ka ndodhur në vitin 1999 për shkak të performancës së dobët brenda, në rajon dhe jashtë vendit.